dyshimet na tregun që ka mujt me ardhur nga kjo anë që nuk e ka frekuentuar asnjëherë. Po dyshojmë që në këtë pjesë ka ra dikon dhe karshi, edhe lumi pastaj e ka quar deri në gadimet e oltë, të ndjeri edhe shokut e vet këshijës, nëse mund ta thuaj kështu, i kishte thënë që përshëndetme se s'kena më pa më. Por afërsisht është 2 kilometra prej momentit ku ka ra dhe ku është gjetë. Puls ka pas, po puls shumë i dobët. Me bë thirrje edhe institucioneve, sidomos policisë, momentin kur i kam telefonu, i kam dhënë emrin, mbiemrin, familjen ku po dyshohet edhe i ndjeri që është rënë në lum, edhe ma ka mbyllur telefonin. Mbrëm një lajm që ka fillimisht u përhap si njoftim për një fëmijë të humbur. Shumë shpejt u shndrua në një nga ngjarjet më të rënda që ka tronditur opinionin publik. Një nxënës 10 vjeçar u raportua fillimisht i zhdukur nga familjarët, ndërsa dyshimet e para ishin se ai kishte rënë në lumin e gadimës. Pas rreth 3 orë kërkimesh intenzive, trupi i pajet i fëmijës u gjet rreth 2 kilometra larg vendit ku dyshohet që kishte rënë në lum. Ai ishte i vetëm, pa shoqërimin e askujt dhe për herë të parë atë ditë kishte ndjekur këtë rrugë. Një ditë që fatkeqësisht u bë edhe dita e fundit e jetës së tij. Në këtë storje do të flasim kronologjikisht për gjithë ngjarjen, nga momenti kur familja mori lajmin për zhdukjen e tij, tek ndihma që u kërkua në rrjetet sociale për gjetjen e fëmijës, bisedat e fundit të njerit me familjarët një ditë para dhe gjatë asaj dite kritike e deri tek momenti më i rënd. Gjetja e trupit të pajet, ndihma e parë dhe përcjellja e tij drejt emergjencës në Prishtinë. Për të rrëfyer me detaje këtë ngjarje të dhëmshme, sot jemi me Driton Shabiun, me profesion mësimdhënës mbi të gjitha familjar i të ndjerit, i cili do të na sjellë dëshminë nga afër për orët më të vështira që ka përjetuar familja. Driton, ky është vendi ku dyshohet që i ndjeri Zejna ka pas mundësi me ra. Po. Qysh ka ndodhur, për kujt e morë lajmin, qysh kanë zhvillu pastaj, sepse jem vetëm një ditë mbas lajmit tragjiktit që tronditi krejt Republikën e Kosovës. Po. Mbrëm, domethënë të martën, mbrëmjen rreth orës 7:06 minuta, na ka lajmëruar mësuesja e të ndjerit Fitore Lekiqi, ku ka kërkuar prej neve prindve që mos e ka parë njëri prej fëmijëve tonë deri në momentin e fundit. Edhe me atë rast, unë e kam thirrë me njëherë mësuesën, e kam telefonu dhe i kam marrë informatat e sakta. Nga ato ajo më ka thënë që nëna e Zenës ka telefonu që nuk është kthyer prej procesit mësimor, qysh është kthyer zakonisht në 6:30 para prakisht që të këtu. Edhe unë me njëherë kam telefonu shokun tim Adilin, edhe kam thënë që duhet të dalim dhe ta kërkojmë. Në atë momentit kemi shku me njëherë të familja, por me u siguru në dhona sigurta. Ato e kemi parë që me të vërtet është shoku familja edhe ka kërku ndihmë prej neve që t'i ndihmojmë, ta kërkojmë. Prej atujt që kam dalë, e kam postu pranë shtëpisë time, e kam postu në Facebookun tim, ti mobilizojmë vendas qytetarët e Gadimës, ta kërkojmë sa më shpejt, se edhe ashtu e disha që dyshimet na tregun që ka mujt me ardhur nga kjo anë që nuk e ka frekuentuar asnjëherë. Mirë po atë ditë e ka deviju udhën edhe ka ardhur nga kjo anë, ku dyshojmë, deri këtu është parë me kamera, ndërsa kjo pjesa që është deri te shtëpia nuk kemi marrë kërfare dhona dhe pamje që nuk ka kamera, po dyshojmë që në këtë pjesë ka ra dikon dhe karshi, edhe lumi pastaj e ka quar deri në gadimet e oltë, posaçërisht e ku fillojnë, domethënë komuniteti Hashkali. Në atë moment ne jemi dalë te xhamia, e kemi çuar lokacionin edhe shoqatës për kërkim shpëtim, ne kanë kërku, ato me ka thirrë një telefonat nga Arbonis Agushi, është nxënësi im, me ka thirrë prof, lutem sa më shpejt eja se e kemi gjetur. Domethënë trupin e pajet, edhe kemi shku për 2 minuta. Ato i kemi dhënë ndihmën e parë
arsimtari Adeli ka dhënë ndihmën e parë arënimimin, pastaj na ka shoqëruar në moment Marigona Ibrahimi, edhe aja ishte nxënëse po infermiere. Mbas 2 minuta ka qenë edhe doktori Besnik Reqica, derisa ka mri emergjenca. Nga ato e kemi vazhdu deri në qendrën, domethënë universitare të mjekësisë në Prishtinë. Plot 3 orë lundrim i një fëmije 10 vjeç në një lum që nga rreshtet e dendura të shiut shtrati i tij është ngrit. Po. Kur është nxjerr prej lumit, Po. ka pas puls? Thuhet që ka pas pak puls, por nuk e besoj nga qytetarët, se ata kanë qenë në një ankth ku komuniteti Ashkali e ka gjetur Mirë trupin e tij. me profesorin Adil, Po, po thu që e ka reanimu. po. Po flet edhe për doktorin Besnik që ka në vend Edhe infermiera, ngjarjes. po. Mrena 2 minutave dhe infermierja. Sigurisht që ti me profesion një arsimtar dhe ndoshta elementarët më nësh me Po, ditë, po, mirë, po ata 2 profesionistë shëndetësor kanë mujt me konstatu se ata Qashtë, pos puls shumë- apo s'ka pos puls. Shumë e vërtet. Pas ciklit të tretë që e ka reanimu arsimtari Adel, bashkëresh me mu, Marigona zbret prej veturës që ka prej punës, nuk mund ta diç çysh ka ndodh, e ka pas me veti, domethënë, pjesën që e tregon pulsin. Pas 3 pulseve, domethënë, reanimimit e ka pa që ka puls dhe kemi qenë në një gëzim ku për momentin ka qajt edhe infermiera që u gëzum që ka puls. Edhe ka ardhur emergjenca deri në ÇKUK me reanimim me stafin mjekësor. Unë kam qenë me arsimtarin Adel edhe me hallën e të ndjerit bashk deri në momentin kur edhe ka ndru jetë. Mirë, ke pas mundësime me qenë se je edhe ti një farlloj familjari i Po, të unë jam ndjerit. familjar i ngushtë. Ka ra me diskutu mrena familjes se cilat janë kon bisedat e fundit që i kanë zhvilluar ndërmjet veti, ka pas fëmija ndaj problem, ndaj hall, ndaj shqetësim, ndaj diçka? Po, kam pyetur familjarët, nuk ka pas asgjë kësaj që thu ti, mirë po e di që vetëm një shoqës së vet i ka thënë që sot do ta vizitojmë lumin. Mirë po deri në gjysmë të udhës ka ardhur fëmiu me shoqet e vet. Rastisht ka ardhur familjari i asoj vajze, ku i ka kërku edhe të ndjerit të hyjë në veturë, po kë ka refuzu. Edhe ka thënë që du me vazhdu rrugën në këmbë. Edhe shihet sipas kamerave që ka ardhur i vetëm këndë. Nuk dyshojmë në askënd. Kjo është përgjegjësi e plotë edhe prej familjarëve që ma kanë detyruar me fol kët. Nuk dyshojmë në askënd, po ka qenë e shuar, si thojnë ne. Mirë, cilat janë konë bisedat ndërmjet të ndjerit dhe familjes në ditën kur edhe ka ndodhur kjo fatkeqësi? Po, sipas disa informatave që i kam prej familjarëve, të ndjeri edhe shokut e vet, këshijes, nëse mund ta thuaj kështu, i kishte thënë që përshëndetme se s'kena më pa më. E ka ndjerë? E ka me një mënyrë që e ka ndjerë. Edhe një tjetër që kishte thënë edhe në shtëpi, gjyshja e vdekur, po na shkep lula në dhëm, gjë që domethënë u kanë shokues edhe prej familjarëve, pse po flet kështu zëjnë. Domethënë në një mënyrë si me ndje vdekjen, po ka ndodhur kjo që ka ndodhur deri te tragjedia e tij. Profa, ke mundësi me na shoqënu dejte rruga ku ai për çdo ditë ka frekuentu rrugën e njëjtë. Mirë, po siç ka ndodhur ja ditë që e frekuentoi këtë rrugë dytësore, ku shihet që është në gjendje jo të mirë. Po. Edhe është vështirë edhe e kalueshme kjo rrugë. Shkojmë bashkarisht edhe e shohim rrugën kryesore që e ka frekuentu për çdo ditë i ndjeri Zejna. Po, pa problem. Kjo është rruga ku e ka frekuentu i ndjeri gjithmonë. Rruga që çon me trotuar deri te shtëpia e tij që është asfaltuar. Mirë po, atë natë ai e ka deviju rrugën ku e ka gjetë rrugën e dytë, që çon rreth lumit deri te shtëpia e tij. Pa ka ndodhur ndonjëherë me frekuentu ai vetëm apo ka qenë hera por Jo, po a di? sipas migjës së tij që e kam pyetur, ai asnjëherë nuk ka shkuar ka kjo rrugë vetëm me shoqëritë e tina. Por asnjëherë i vetëm. Atë ditë, në ditën kritike ka qenë hera por i vetëm që e ka frekuentu. Ashtu. Domethënë atë natë i vetëm e ka zgjedhur këtë rrugë që të shkoj edhe të vizitoj lumin.
edhe që po dyshojmë që ka ra në lëm edhe është gjetë domethënë në lëm. Prof, a ki mundësi më na shoqënu edhe dejt e veni se ku e ka gjetë dhe cila është distanca prej ku dyshohet që është ra zena e deri tek vendi se ku është gjinë? Po, afërsisht është 2 kilometra prej momentit ku ka ra dhe ku është gjetë. Afërsisht, nuk mund të jemi sakt, po sipas matjeve, po besoj që mund me qenë afër 2 kilometra. Deri këtu i ndjeri është shumë me shoqën e vet. Në këtë moment ka ardhur edhe familjari i shoqës, ku ju ka kërkuar të dyve që të hypin në vetur edhe të çojnë në shtëpi, mirë po i ndjeri ka refuzuar që të hypë në Pa ka arsyën e refuzimit, a ke arrit me bisedus, po thëmë me shoqën sa ajo fëmijë, mirë po me prindin, a keni arrit me diskutu, cila ishte arsyeja pse refuzoja i mos me hypë në vetur? Po, na ka tregu edhe familjari i shoqës së ndjerit. Familjari na ka tregu që ka refuzuar arsyeja vetëm që të hes në këmbë. Është e mëshme që ka thënë edhe ta blej një kifli edhe të vazhdoj të heci në këmbë. Tjetër se nuk kishte thënë i ndjeri. Në momentin që kam pranuar telefonatën nga nxënësi e Arbonesa Gushi që është gjetë kufoma nga komuniteti Ashkali, ne kemi ardhur me shokun Tem Adilin edhe mësuesin Ramadan Ismaili, kemi ardhur në vend ngjarjes ku e kishin vendosur në këtë pozitë këtu, edhe kemi filluar me njëherë me dhënë ndihmën e parë. Arsimtari Adil, tani na është shoqëruar edhe infermierja Marigona Ibrahimi edhe doktori Besnik Reqica. Derisa është ardhur edhe emergjenca nga Lipjan. Ka pas vënesa se të emergjencës janë përgjigj shpejt organet e rendit? Këtu muj me shtu dhe muj me bë thirrje edhe institucioneve, sidomos policisë, momentin kur i kam telefonu, i kam dhënë emrin, mbiemrin, familjen ku po dyshohet edhe i ndjerit që është rënë në lëm, policia më është thënë që ti duhesh me ardhë në stacionin policor, se na mas 24 orëve muna me shpall të humbur. Në atë moment unë ja kam kthyer policit, po si mund ta shpallëm një njeri kur ne po dyshojmë që ka rënë lëm, mas 24 orëve bëhet e tëra. Edhe ma ka mbyllur telefonin, gjë që i bëj thirrje policisë në këto raste, sidomos kur ceket. Unë jam arsimtar, emrin mbiemrin ja kam dhënë gjitha, nuk është e mirë që të vënohet policia në këtë rast, po unë e bëj thirrje që t'ju përgjigjen sa më shpejt, sidomos në kësi raste. Prof, e pa e fëmijën në mes të rrugës i shtrin, cila ke ndjenja jote në çato momente si familjar? Po, ka qenë ankth i madh, sido që tjetë, unë e kam një moshë, valët e jetës na kanë përballur, dhe si profesionist, jemi sportista, e kemi mësuar edhe në fakultet reanimimin, na pa hamë mësu se çka do të bëjmë, ne kemi shkuar me njëherë, domethënë trajtimin, ndihmën e parë m'ia dhon, ku mas 3 cikleve që i ka dhënë arsimtari Adel, pursi i është lajmëruar dhe që ka qenë një gëzim i madh nga infermiera që e kemi parë edhe me lot duke qajt, që kemi pas një shpresë që diçka do të bëjmë për ta. Derisa e kemi vendosur në emergjencë në ÇKUK, atje është bërë e gjitha. Mira, ka pas rast me diskutu edhe me stafin e urgjencës, e cila ka ardhur dhe ka marrë fëmijën këtu për gjatë krejt rrugtimit nga Dime Prishtinë. Fëmija ka pas puls? Po, keni na informacion? Po, kemi informacion se ne kemi qenë në ambulant, brenda. Brenda kemi qenë gjithmonë reanimimi, i është bërë prej këtij momenti nga doktori që nuk e njoh me emrin e mbiemër, që e falenderoj përzemërsisht edhe nga unë, edhe nga familjarët, i falenderojmë edhe komunitetin tonë që e kanë bërë gjetjen e tij. Mirë, por s'ka pas. Reanimimi ka ndodhur derisa e kemi futur në emergjencë në ÇKUK. Por s'ka pas, po puls shumë i dobët. Prof, atë kena mbet borës diçka pa të pyet dhe a kemi shtu diçka ti që nasa arritëm me të pyet? Po, unë kisha me shtu një mesazh tek ne familjarët që kemi fëmijë, të kemi kujdes sa më shumë te dhurata që ne ka sjell Zoti, mirë po e kam edhe një mesazh te gjithë qytetarët e Gadimës që mos
bim prej e politikës, kë mos gjenë arsye, para gjykime, ja ka qenë kështu, ja ka qenë ashtu, sepse nuk i bëjnë të mirë as kujt e posaçërisht familjes, gjë që ende s'ka hyrë nuk është bërë ceremonia e varrimit, e kanë shfrytzuar disa persona të përfitojnë në thojza politikisht, gjë që nuk është e mirë, për mendimin tim, nuk është e mirë kjo, deri janë organet kompetente që vazhdojnë. Po besoj që masi të bëhet ceremonia e varrimit, janë organet kompetente që mirën me këtë pjesë. Faleminderit shumë për gatishmërinë për me na u përgjigj në pyetjet tona. Faleminderit edhe për juve.